Qyteza e fëmijëve në Korçë vijon të jetë një nga qendrat më të frekuentuara nga fëmijët dhe të rinjt, duke ofruar kurse dhe aktivitete të ndryshme edukuese, argëtuese dhe sportive. Fëmijët kanë mundësinë të angazhohen në sporte si volejbolli dhe basketbolli, duke kaluar kohën e lirë në mënyrë aktive dhe të shëndetshme. Instruktorja e volejbollit Elena Bego thekson rëndësinë e sportit në jetën e fëmijëve, duke e cilësuar atë si një mënyrë të shkëlqyer për zhvillimin fizik dhe social të tyre. Pjesa e sporteve gjithmonë ka pasur një kërkesë dhe një numër tepër të lartë të fëmijësh dhe unë jam shumë e lumtur pasi dhe vetë jap kursin e volejbollit dhe shoh që kanë një interes tepër të lartë si vajzat ashtu dhe djemtë. Dhe për pjesën e basketbollit e njëjta gjë. Sportet gjithmonë, domethënë, kanë një frekuentim tepër të lartë. Ndërkohë edhe fëmijët që ndjekin kurset e basketbollit shprehen entuziazm për aktivitetet sportive, të cilat jo vetëm i argëtojnë, por i ndihmojnë edhe të mësojnë vlera si bashkëpunimi dhe disiplina. Është një mënyrë që kaloj kohën e lirë. Edhe në para u bërit të shtëpisë time kam një kosh basketbolli dhe luaj gjithashtu atje. Nuk është shumë e rëndësishme që të rish gjithë ditën në telefon edhe që shkruaj shkruaj dhe të luash, po është më e rëndësishme që të zesh shok të rinj, të mësosh një sport të ri dhe diçka të re. Sporti është i rëndësishëm sepse mund të kalosh një kohë të lirë, mund të miqësohesh, por gjithashtu aktivizohesh në lëvizje. Më pëlqen shumë basketbolli, ka shok shumë të mirë dhe është sporti im i preferuar. Sportet mbeten një element kyç në edukimin dhe mirëqenien e fëmijëve, duke i ndihmuar ata të rriten të shëndetshëm dhe aktiv.